Kalojmë në pikën në temën e 7, e cila ka të bëjë me shkaqet e zbritjes së ajeteve kuranore. Pra që është njihet ndryshe esbabun nuzul. Pra shkaqet, arsyet që kanë zbrit ajetet kuranore. Siç dihet, shumica dhe pjesa më e madhe e Kuranit ka zbrit pa ndonjë arsye fikse, porse ka zbrit për të udhëzuar njerëzit në përgjithësi. Dhe kjo është pjesa më e madhe e Kuranit. Dhe ka disa pjesë të Kuranit të cilat kanë një arsye pse kanë zbrit. Dhe këtë arsye pra e vrejmë qartë kur lexojmë në fjalët profetike apo në komentimet që kanë bërë sahabët, shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe dietarët i kanë vënë një rëndësi të veçantë këtij kapitulli, derisa ka prej tyre, ose mund të themi shumë prej tyre, kanë shkruar libra vetëm për këtë temë. Dhe kjo si shkencë pra që kanë filluar të shkruajnë libra, ka qenë e herët, dhe nga librat më të njohur është Esbabun Nuzul, që pra arsyet apo shkaqet e zbritjes së ajeteve kuranore, të cilën e ka shkruar Wahidi, i cili ka jetuar në shekullin e 5 të emigrimit. Gjithashtu Ibn Hajar rahmetullahi alayhi ka shkruar libër, e Suyuti përse i ka shkruar libër rreth arsyeve pra Esbabun Nuzul. Gjithashtu dhe dietar të kohës son, një prej tyre pra ka qenë Sheikh Muqbili, Allahu mëshiroft, i cili ka qenë dietar i Yemenit. Dhe dietarët i kanë vënë rëndësi kësaj teme, dhe kjo vrehet qartë në botimet e veçuara, gjithashtu vrehet qartë në komentimet e Kuranit. Pra librat e tefsirit, kur përmendsin suren, nëse ajo ka një arsye, atëherë ata e përmendsin në fillim të komentimit. Gjithashtu dhe nëse ajetet kuranore kanë disa arsye, ata i përmendsin ato përpara se të fillojnë në komentimin e Kuranit famë lartë. Dhe dietarët kur kanë folur për Esbabun Nuzul, pra qëllimi kur themi arsyet e zbritjes, pra kush janë, qëllimi i tyre është se ka ndodhur një ndolli dhe menjëherë pas asaj Allahu ka zbrit ajetet kuranore. Për shembull, prej tyre kemi historia e djemoshave që është në surën Kahf, apo historia e Dhulqarnenit, apo ajeti që flet për shpirtin. Gjithashtu disa ajete të cilat flasin për trashëgimin. Dhe shumë ajete të tjera, pra të cilat janë përmendur në libra të cilat flasin rreth kësaj teme. Dhe kjo ka një arsye të rëndësishme, sepse nëse di arsyen e zbritjes së Kuranit, atëherë ke mundësi që ta kuptosh ajetin kuranor drejt ashtu siç është. Ose përndryshe mund dhe të ndodhi gabim në kuptimin e Kuranit famëlart. Dietarët, për të caktuar se kush janë arsyet e zbritjes së Kuranit apo të ajeteve, kanë përmendur disa rregulla se si ti përcaktojnë. Dhe këto rregulla janë që të thuhet që ky ajet ka zbrit për shkak apo si pasojë e kësaj ndodhie, ka nevojë për argument. Dhe argumenti pra është nga sahabët, të cilën thonë ndodhi kjo gjë dhe profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i zbritit e profetit sallallahu alaihi wasallam ky ajet kuranor, sepse me fol në këtë temë pa dije është e ndaluar, pasi Allahu i madhëruar na ka ndaluar që të flasim pa dije. Dhe në moment që ti përcakton diçka, atëherë ke folur pa dije. Gjithashtu, mënyra e dytë është kur tabiint, pra brezit ose dietarët që kanë ardhur pas sahabëve, të cilët e kanë marrë dijen tek sahabët, përmendsin që ky ajet ka zbrit si pasojë e kësaj gjëje,
por se dietarët kanë vënë disa rregulla në mënyrë që të sigurohemi që vërtet ky ajet ka zbrit. Dhe prej rregullave që kam përmend është që fjala e këtij tabi të jetë e qartë dhe e vërtetë. Pra transmetimi të jetë i vërtetë dhe e qartë. Gjithashtu kam përmend që ky tabi të jetë prej njerëzve, prej dietarëve të tefsirit të Kur'anit. Pra që i ka vënë rëndësi Kur'anit dhe tefsirit, që është dihet pra prej më të njohurve është Mujahidi, Said ibn Jubair, Ata, Ebul Aliya e të tjerë pra, të cilët janë përmendur në librat e tefsirit. Gjithashtu kam përmend që ta mbështesi këtë tabi, një tabi tjetër, në mënyrë që të sigurohemi që vërtet ky tabi, pra ky dietar e ka marrë këtë fjalë nga sahabët. Sepse sahabët janë ata të cilët kanë jetuar në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe janë ata të cilët e njohin historikun e Kuranit, sepse arsyet e zbritjes së Kuranit kanë të bëjnë me historikun e Kuranit famëlart. Dhe dietarët kanë përmendur disa arsye ose disa dobi që ka njohja e mirë e shkaqeve apo arsyeve të zbritjes së Kuranit dhe prej këtyre dobive që ka është se në të del qartë urtësia dhe mençuria e legjislacionit islam. Pasi, pra këtë ku e vrem, ka ndodhur histori, për shembull prej tyre, pra prej historive që mund të përmendsim, është se një sahabi, i cili quhej Aus, i tha gruas së vet që ti për mua je si nëna ime. Dhe shkoi gruaja tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe u ankua për këtë gjë. Dhe i tha profeti sallallahu alajhi wasallam, o i dërguari i Allahut, e kam kaluar rinin me të dhe tani që arritam pleqëri më tha kështu. Dhe nuk ishte zgjidhje tjetër veç ndarja. Sepse nëse burri pra nuk do të ketë më kontakt me gruan, atëherë përfundimi është ndarja. Atëherë zbritën ajetet kuranore që janë në surën Mujadele, të cilat përmendën shlyerjen e këtij gabimi dhe pasaj burri pra vazhdon jetën normale me bashkëshorten e tij. Një prej fajde apo dobive të tjera është se kur harrim të kuptojmë apo të njohim shkaqet e zbritjes së Kuranit, kjo gjë na ndihmon në kuptimin e saktë dhe të mirë të ajeteve kuranore. Sepse çështja që përmenda, kjo temë apo ky kapitull na ndihmon, pra i ndihmon dietarët në kuptimin sa më të saktë të ajeteve kuranore dhe dietarët kanë përmend disa raste prej tyre, pra prej rasteve që mund të përmendsim, është ajeti kuranor walillahi al-mashriqu wal-maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Pra Allahu është ai i cili zotron lindjen dhe perëndimin dhe kudo që të ktheheni, atje është drejtimi i Allahut apo fytyra e Allahut, pasi ky ajet pra selefët kanë disa mendime rreth wajhullah, pra çfarë kuptimi ka këtu. Kuptohet nga ky ajet që njeriu nuk e ka detyrë të falet nga qabja. Apo ja? Sepse Allahu këtu thot, çdo drejtim është i Allahut, kështu që nga të kthehesh do ta gjesh Allahun e madhëruar. Pra një njeri kur e lexon këtë ajet kuranor mund të kuptojë këtë gjë. Ama nëse kthehesh në arsye, e gjen qartë që ky ajet nuk ka këtë kuptim. Por se ky ajet kuranor ka kuptimin që nëse ti, o besimtar, nuk e di se ku është kibla, ku është drejtimi i kiblës, dhe nuk ke mundësi ta përcaktosh atë, atëherë përpiqu afërsisht, pra se nga dhe falu, afërsisht nga i bie kibla, falu, dhe më vonë nëse e merr vesh që kibla apo drejtimi që e fal është gabim, dije se namazi yt është i plot.
Pra dhe kjo ka ardhur në një hadith që ka përmendur Xhabir radhiyallahu anhu, ku sahabët kanë qenë në një udhëtim dhe i zuri nata dhe nuk dinin ku është kibla. Atëherë disa thanë është këtej, disa këtej dhe disa u falën në drejtim, disa në një drejtim tjetër dhe vun një shenjë kur u zbart e vërejtën që ishin falur gabim. Dhe zbriti ajeti kuranor me u treguar atyre që namazi ju është i saktë. Ama nëse nuk e di këtë shkak, a mund ta kuptosh të gjë nga ajeti kuranor? Jo. Gjithashtu, prej shembulleve që kam përmend, janë ajetet kuranore të cilat flasin për sajin, pra lëvizja që bëhet midis Safas dhe Merwas, vendi pra që ndodhet në Mekë afër Ka'bes. Allahu më dhuruar çfarë thot në Kur'an? Inna Safa wal Marwatu min sha'airillah. Faman hajja al-bayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Pra, kodra e Safas dhe Merwas janë nga shenjat e Allahut, që Allahu pra i ka madhëruar, dhe ai i cili bën haxh apo umre nuk e ka gjuna që ta bëj sajin. Pra lëvizjen midis dy kodrave 7 herë. Nuk e ka gjuna, fela gjunah alej. Që kuptohet që po deshe e bërë, po e po se bërë, s'ka gjë, s'ka gjuna. Ndërkohë dietarët kur thonë për umrën, thonë se një nga kushtet kryesore është që njeriu të bëjë tawafin dhe të bëjë sajin. Gjithashtu dhe haxhi. Atëherë si ky ajet kuranor kështu? Ama ka ardhur hadithi i cili tregon pse ka zbrit ky ajet kuranor, ku thuhet nga Enes radhiyallahu anhu, pra kuptimin e hadithit që mos të zgjatemi pasi kohën e kena pak të kufizuar, ku thuhet se në kodrën Safa dhe Merwa kanë qenë dy puta në kohën e përpara Islamit. Dhe kur erdhi Islami, njerëzit ndjenin vështirësi si ne të bëjmë lëvizje në këtë vend që e kanë bërë besimtarë dhe këtu ka pas puta idhuj që adhuroheshin. Pra e pan këtë si diçka jo të mirë. Pra ndjen vështirësi në zemrat e tyre dhe erdhi ajeti kuranor me u thënë jo, nuk ka gjuna. Bëheni. Pra kuptimi është nuk ka gjuna, duhet me e bërë. Ama kur e kupton ajetin në këtë formë, kur ti lexon dhe studion arsyen pse ka zbrit ky ajet kuranor. Gjithashtu prej shembullve që mund të përmendim këtu është se Allahu i madhëruar ka përmend në surën Nisa ku i ka urdhëruar besimtarët ose njerëzit që mos t'i detyrojnë robëreshat e tyre të bëjnë imoralitet nëse ato nuk e duan atë gjë. Që do të thotë, nëse ato e duan këtë gjë, atëherë lejojini, lërini. Apo ja? E kuptote? Pra, në atë kohë dihet që ka pas robëresha. Dhe disa prej tyre, për shembull ka ardhur që ka qenë Abdullah ibn Ubay e disa tjerë, robëreshat i shfrytëzonin për lek. I thoshte robëresës, dil, do më jap, pra, dil bëj moralitet, merr lek dhe do më japësh mua lek, se jam pronari. Me qartë, pra e njëjta gjë që bëhet sot. Por se kishte disa robëresë që nuk e donin këtë gjë, nuk e donin imoralitetin. Akoma më tepër që imoraliteti u bë i ndaluar në Islam. Dhe zbriti ajeti kuranor, in aradna tahassunan. Pra nëse ato duan që të jenë të ndershme, nuk duan që të bëjnë imoralitet, mos i detyroni. Që kuptohet, nëse ato nuk e duan këtë gjë, atëherë detyrojeni. E kuptuat? Po. Gjithashtu prej arsyeve ose prej dobive që kemi nga ky kapitull apo nga kjo temë është se arrim të njohim mirë dhe sakt njerëzit që kanë qenë të ndershëm dhe të respektuar dhe ata që ndoshta nuk kanë qenë kështu. Kjo për çfarë arsye e them. Dhe kjo më tepër ka ndodhur në tefsiret që kanë bërë shiat dhe grupe të tjera. Pasi ata janë përpjek çdo ajet kuranor që ka zbrit për qortim, kanë thënë që ky ka zbrit për Abu Bekrin, për Umerin, për Uthmanin. Dhe ajetet që kanë zbrit janë përmendur në të gjëra të mira, kanë thënë ky është për Ali radhiyallahu anhu, apo Hasenin, apo Husejnin. Edhe pse gjithë ta kanë qenë
të nderuar, pra, siç dihet, ne i duam dhe i respektojmë të gjithë shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe në veçanti familjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, pasi vetë profeti sallallahu alaihi wasallam na ka porositur që ne t'i respektojmë ata. Por se kjo s'do të thotë që ne ta tejkalojmë këtë respektim duke i bërë ata si me qenë zota apo duke u dhënë atyre veçori që ata nuk i kanë. Dhe do t'jap disa shembuj, pra, se si ata e kanë bërë këtë komentim. Në sura Naba, pra sura Juz'ut Amma, Allahu thot amma yatasaalun anin nabail azim. Pra është përmenduar an-nabaul azim, pra në ajet anin nabail azim. Pra lajm i madh. Çfarë kanë thënë? Këtu është Aliu. Ama nëse ti arrin dhe studion shkakun që ka zbrit ky ajet kuranore, ke të qartë nuk është Aliu radhiyallahu anhu, edhe pse Aliu është nga sahabët më të nderuar. Porse nuk është ky ajet për Aliun radhiyallahu anhu. Gjithashtu fundi i surës ja lejteni kuntu turaba. Pra, jo besimtarë, ditën e gjykimit çfarë do thonë? As sikur unë të ishja dhe. Pra, mos e ringjallshja, sepse kur ringjallen do të ndëshkohen. Kanë thënë, sikur unë të ishja prej grupit të Aliut radhiyallahu anhu. Pra, komentimet të Kuranit, ndoshta dhe jo ndoshta, por se pa lidhje fare që ata i kanë bërë. Ajeti kuranor abese wa tawalla dihet që ka zbrit se profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë i ulur me disa jo besimtar, po u flis atyre për Islamin, por se këta ishin që kishin pozitë në vendin e tyre dhe erdhi Ibn Maktum dhe i foli profetit sallallahu alaihi wasallam, donte me pyet dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e neglizhoi. Pra, me atë arsye që unë tani po merrem me njerëz me vlerë, kurse ky person nuk ishte i tillë. Atëherë erdhi qortimi nga Allahu i mëdhëruar. Pra, këtij njeri duhet t'i japësh përgjigje. Çfarë kanë thënë? Abasa wa tawalla. Pra, këtu bëhet fjalë se hidhërimi ka qenë për Uthmanin radhiyallahu anhu. E qartë? Pra, ky ajet kuranor ka zbrit kritik për Uthmanin radhiyallahu anhu. Pasi e dini pra që një nga besimet bazë të shiave është që ata urrejnë dhe bëjnë qafir për sahabët. Dhe pasaj pretendojnë se duan me ndihmuar Islamin dhe kanë krijuar Republikë Islame për të shkatruar Islamin në realitet. Gjithashtu në surën Fajr wa shafi'i wal watr. Pra, që përkthehet si fjalë, pa u fut në komentime se kush është kuptimi, çifti dhe teku. Ka thënë teku është Aliu radhiyallahu anhu dhe çifti është Haseni dhe Huseini. Dhe me fjalë po shikosh tefsiret e tyre që lutim Allah mos i shohim ndonjëherë, gjën këto pralla që s'kan të mbaruar. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda, e kanë bërë mudillejni. Pra ajeti kuranor që profeti sallallahu alajhi wasallam thotë që unë nuk mund të bëj njerëz të afër, njerëz të mi, njerëz të humbur. Pra për krahasit e mi nuk mund të bëj njerëz të humbur. Këta kanë thënë nuk mund të bëj për krahas dy njerëzit e humbur. Kush janë këta dy njerëz? Sipas atyre Abu Bekrit dhe Omeri. Pra shihni se çfarë urrejtje kanë për sahabët, për shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo e vetmi arsye, dhe në veçanti urrejtje kanë ndaj Omerit radhiyallahu anhu, dhe kjo për të vetmen arsye se në kohën e Omerit radhiyallahu anhu ka rënë perandoria persiane, ku dhe vet shiat pra, ose një pjesë e tyre, sepse me kalimin e kohës
janë bërë dhe popuj të tjerë, por se fillimi pra kanë qenë tek persianët. Pra kur prandërios persiana, atëherë ata deshën me u hakmer ndaj kësaj gjëje, por se nuk ishin shanse, sepse nga ana ushtarake ishin të dobët, atëherë zgjodhen këtë rrugë duke pretenduar se po mbrojnë familjen e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe duan të hakmeren ndaj armiqve të tyre, që sipas tyre armiqet e tyre që kanë shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, por se subhanallahu, në fjalë historia është e çuditshme dhe në histori gjën çuditëra, gjën që Aliu radiallahu anhu gocën e vet ja ka dhënë për grua Umerit. E si mundet ti t'ja japësh gocën tënde një armiku tat? Ka mundsi? Gjën që Aliu radiallahu anhu disa prej fëmijëve të tij ka quajtur Umer, Abu Bekr, Uthman e kështu me radhë. Por se kur verbohen syt dhe mbulohet zemra, nuk e shikon të vërtetën, atëherë njeriu devijon dhe largohet nga çdo gjë që është e drejtë, sado që ajo të jetë e qartë. Gjithashtu prej dobive është se ne përfitojmë, pra besimtari përfiton që për ato gjëra që nuk di mos flasin. Si e përfitojmë këtë gjë? Gjejmë që profetin sallallahu alajhi wasallam e kanë pyetur, dhe pastaj kanë zbrit ajetet kuranore. Dhe në shumë raste profeti sallallahu kur nuk e ka ditë, nuk është përgjigj, por se ka pritur shpalljen nga Allahu i madhëruar, dhe shembujt janë të shumta si tek surja Kehf apo shpirti apo dhe shumë raste të tjera ku profeti sallallahu alajhi wasallam nuk është përgjigjur sepse nuk e ka ditë përgjigjen. Dhe kjo pra është një mësim për ne që kur nuk dim të themi dhe të mësohemi që ta mësojmë gjuhën tonë duke thënë Allahu është ai që di, unë nuk e di këtë gjë. Dhe nuk është turp me thënë nuk di. Turp është që të bësh sikur di. Dhe ndaj një prej sahabëve radiallahu anhu thot se ai prej dijes, pra kuptimi i fjalës së tij, prej dijes është që njeriu të thojë Allahu alem, pra Allahu e di. Pra nëse tjetri ti thoj Allahu alem, atëherë je përgjigjur. Ose përndryshe e ke mashtruar, e ke gënjur. Dhe nuk ka mashtrim më të madh kur njerëzit të besojnë, të pyesin për gjërat që kanë bëjnë me fen dhe ti u jep përgjigje nga mendja jote, ndërkohë ai nuk të ka pyet ty, por se të ka pyet çfarë di ti nga ana fetare. Gjithashtu, vrem që në shkaqet në këtë temë gjejmë se si Allahu i mëdhëruar ka pasur mëshirë dhe ka lehtësuar popullin musliman, pra ka lehtësuar muslimanët, dhe një prej këtyre apo prej shembujve është se arsyeja pse ka zbritur tejemumi. Pra tejemumi është kur njeriu nuk ka ujë, çfarë bën? Merr tejemum, pra pastrimi që shnihet me dhe apo me pjesë të tokës. Dhe arsyeja që pse ka zbrit ky ajet kuranor tregohet kur ushtria muslimane kanë qenë në një vend, kanë qëndruar aty dhe i ka zënë kohë namaz dhe s'kan pas ujë. Historia pra kjo si historia është pak më e gjatë dhe profeti dhe i kanë zbrit, janë ankuar te profeti sallallahu alajhi wasallam dhe kanë zbrit ajetet kuranore të cilat flasin për tejemumin. Dhe i ka thënë një prej sahabëve, i ka thënë Ebu Bekrit, ju familja e Ebu Bekrit jeni gjithë bereqet, sepse arsyeja që ka zbritur kuranore është Aisha radhiyallahu anha. Pra vëllezër, shkurtimisht këto ishin disa dobi që kanë të bëjnë me rëndësinë që ka njohja e shkaqeve dhe arsyeve të zbritjes së surave të Kuranit. Kjo ishte pra tema e 7, që që përmenda pra, pak shkurt, dhe do të kalojmë në temën e 8, e cila ka të bëjë me bashkimin dhe mbledhjen e Kuranit. Dhe kjo është një nga temat më të rëndësishme, pasi
disa prej orientalistëve apo njerëzve të cilët shkruajnë kundra islamit, kapen në disa apo argumentojnë me disa fakte në këtë histori për të akuzuar që Kurani nuk është i plot apo në Kuran ka pësuar devijime, dhe nëse ne njohim se si ka ndodhur bashkimi dhe mbledhja e Kuranit, pra Xhamul Kuran që njihet, atëherë do të arrijmë të kuptojmë qartë se të gjitha këto janë ose mashtrime ose transmetime të dobta të cilat nuk kanë lidhje me vërtetësinë e tyre. Që dini, vëllezër të nderuar, Allahu i Madhëruar e ka zbrit Kuranin për 23 vjet ndaj dhe në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kurani nuk është mbledhur në një libër të vetëm. Pra nuk është mbledhur në një libër që kemi sot, pra si Kurani, por se Kurani gjatë kohës së profetit sallallahu alaihi wasallam është shkruar në mënyrë, pra në mjete të ndryshme ku e ka ruajtur profeti sallallahu alaihi wasallam apo sahabët, shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe rujtja që ka qenë e Kuranit famëlar ka qenë më tepër me mësimin përmendësh. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam e dinte të gjithë Kuranin dhe s'kishte nevojë që ta shkruante. Dhe Xhebraili alayhis salam çdo Ramazan e përsërisë me të Kuranin, dhe përpara se të vdisë profeti sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar pra Kuranin 2 herë, dhe kjo që është njihet në histori, ardhatul akhira, pra leximi i fundit i Kuranit, dhe këtu janë bërë të qarta se kush janë ajetet të cilat janë çfuqizuar, janë pezulluar, dhe kush janë ajetet të cilat kanë mbetur dhe nuk janë hequr nga Kurani famëlar. Dhe në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, shumë prej sahabeve e kanë mësuar Kur'anin. Derisa thuhet në Bir el-Maune, është një ndodhi që ka ndodhur në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, janë vrarë 70 hafizat Kur'anit. Pra në një ndodhi janë vrarë 70, që do të thotë hafizat e Kur'anit në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të shumë, edhe pse ka pas disa prej tyre që janë njohur më tepër, pra si hafiza më të mirë, më të fuqishëm, që do t'i përmendim inshallahu taala. Dhe për këtë arsye, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e ka shkruar Kur'anin që ta mbledhin pra në një libër të vetëm. Pra tham, e para që nuk ka qenë nevojë për profetin sallallahu alaihi wasallam, dhe e dyta se nuk ishte e mundur që të mblidhej. Sepse siç e dini, Kurani ishte në vazhdimsi zbriste. Dhe si do ta mblidhje? Nuk ishte e mundur në atë kohë pra që ta mblidhej Kurani në një libër të vetëm, pasi dihet që suret, ajetet zbrisnin. Pra edhe vetë suret, jo të gjitha suret kanë zbritur të gjitha njësoj, pra të gjitha nga fillimi në fund, por se kanë zbrit disa ajete kanë zbrit më vonë, disa më përpara, e kështu me radhë. Që e përmendëm surja Alaq, sa ajete kanë zbrit? 5. Ndërkohë surja është më e gjatë. Surja Mudaththir sa kanë zbrit? 5. Por se surja është më e gjatë. Kurse dhe në këtë kohë, pra në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, që përmenda hafizat kanë qenë të shumt, por se do të sqaroj këtu disa transmetime, të cilat mund të kuptohet prej tyre që hafizat nuk kanë qenë të shumt, dhe janë 3 hadithe që kanë ardhur, janë transmetuar te Buhari, se Enesi radhiyallahu anhu ka thënë personat që e kanë mësuar Kuranin në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam janë 4. Pra 4 persona e kanë mësuar, e kanë mbledhur, pra termi që ka ardhur xhamaa. Prandaj është pak e rëndësishme termi, sepse kur përkthehet ndoshta dhe del pak ndonjëherë dhe nga ky term. Pra
Gjema është përtor këtë, pasi është pyet men gjema al-Quran ala ahdi nabi sallam qala arba. Pra, e kanë pyet Katadja Enesin, kush janë ata të cilët e kanë mbledh gjithë Kuranin në kohën e Profetit sallam? Ka thënë Enesi, ata kanë qenë 4. Dhe të 4 këta kanë qenë nga Ansarat. Kush kanë qenë këta? Ka qenë Ubej ibn al-Kab. I dyti Muadh ibn Jabal, Zeid ibn Thabit dhe Ebu Zeid. Pra 4 persona. Kurse në një hadith tjetër nga Enesi radhiyallahu anhu, thotë Enesi vdiq Profeti sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e kishte mbledhur Kuranin vetëm 4 persona. Dhe këta persona kush ishin? Ishte Ebu Darda, Muadhi, Zeidi dhe Ebu Zeid. Pra Ebu Darda, Muadhi radhiyallahu anhu, Zeidi dhe Ebu Zeidi. Vrem që në këtë transmetimin e dytë u hoq njëri nga transmetimi i parë, i cili është Ubej ibn al-Kab. Pra në vetë transmetimi kuptohet që ata nuk janë 4, por se ka një arsye tjetër pse Enesi ka thënë që ata janë 4. Pra këto dietarët kanë folë, pra komentuesit e hadithit kanë folë për këto, pra kanë përmend shumë arsye, prej tyre që këta njerëz janë njohur më tepër me Kuranin, pra i kanë vënë rëndësi Kuranit. Ose prej arsye që kanë përmendur është se këta njerëz e kanë marrë Kuranin direkt nga Profeti sallallahu alaihi wasallam, pasi dihet në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam kur dikush bëhej musliman, Profeti sallallahu alaihi wasallam i jepte, pra e dërgonte tek një sahabi që ai t'i mësonte Kuranin. Pra jo gjithë sahabët e kanë marrë tek Profeti sallallahu alaihi wasallam. Ka prej tyre që e kanë marrë nga njëri tjetri. Gjithashtu në një hadith tjetër thot Profeti sallallahu alaihi wasallam merreni Kuranin nga 4 persona. Këta kush janë? Pra këta 4 persona, Abdullah ibn Mas'ud, Salim, Muadh dhe Ubej ibn Kab. Pra Abdullah ibn Mas'ud, Salim, Muadh dhe Ubej ibn Kab. Ky transmetim do të thotë që përveç se këta 4 nuk e ka mësuar Kuranin njëri tjetër, jo. Pra këto i përmenda me bërë të qartë që hafizat kanë qenë të shumt dhe kuptimi i këtyre transmetime që janë transmetuar janë hadithe të sakta, nuk është ai që ndoshta e kupton në një person në momentin që e lexon, por se ka kuptime të ndryshme, që është përmendat disa prej këtyre, prej domethënieve të këtij hadithit, ku disa dietar kanë thënë që Enesi radhiyallahu anhu ka përmend shembuj prej sahabeve që e din Kuranin dhe nuk ka pas për qëllim që vetë se këta 4, por se 4 prej tyre, pra si shembull, disa prej tyre kanë thënë se kuptimi këtu është që persona të cilët e kanë mbledhur Kuranin të shkruar. Pra e kanë shkruar Kuranin dhe e kanë pasur Kuranin. E qartë? Ose prej kuptime të ndryshme që i kanë vënë është se këta e kanë marrë Kuranin direkt nga Profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ka disa transmetime të cilat tregojnë se si e kanë marrë sahabët Kuranin nga Profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe mbledhja e Kuranit, pra e para ka qenë mbledhja e Kuranit në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, që shua tregova. Pra që kanë qenë hafizat që mësonin, Profeti është i pari, nuk diskutohet, dhe sahabët që mësonin. Gjithashtu, kur zbriste Kurani, Profeti sallallahu alaihi wasallam urdhëronte sahabët që ta shkruanin Kuranin dhe janë shumë prej sahabeve të cilët njihen si shkruesit e shpalljes, pra shkruesit e Kuranit, dhe ata janë të shumt, janë përmendur në sirën e Profetit sallallahu, pra në historinë islame. Mbledhja e dytë, që mund të themi që kjo është mbledhja e parë reale që ka ndodhur, por se historianë pra e përmendsin mbledhja e dytë, ka ndodhur në kohën e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, rreth vitit 12 të emigrimit. Dhe ka ardhur në një hadith
që e transmeton Buhari se në luftën e Yemamës, pra Yemama ndodhet sot në Riyadh. Pasi dihet fisi Beni Hanife njifen, refuzuan islamin dhe dolën kundra islamit, atëherë, pra pasi profeti sallallahu alaihi wasallam vdiq, dhe njifet historia që njifet lufta që kanë ndodhur në kohën e Riddes, pra kur disa fise u larguan nga islami dhe filluan të sulmojnë islamin. Dhe kjo ka qenë nga luftat më të vështira dhe në të janë vrarë 70 hafisa. Dhe ka shkuar Umer radiallahu anhu tek Ebu Bekri dhe i ka thënë Ebu Bekrit që ta mbledhin Kur'anin, sepse po vriten hafizat dhe ndoshta do të vriten të tjerë dhe mund të kemi pra probleme në çështjen e Kur'anit. I ka thënë Ebu Bekri, si o Umer ta bëjmë një diçka që s'e ka bërë profeti. Por se Umeri radiallahu anhu i ka fol derisa Ebu Bekri është bindur dhe pastaj kanë thirrur Zeid ibn Thabitin radiallahu anhu dhe i kanë treguar atij se çfarë duan të bëjnë. Zeidi ka thënë, si mund ta bëjmë ne këtë gjë? Por se përsëri pra e ka mbitur Zeidin radiallahu anhu, derisa Zeidi e ka pranuar këtë gjë dhe thot, sikur të më kishin obliguar që një mal të tërë ta ngrija në krah, do të ishte më e lehtë se sa kjo punë. Pse pra? Për përgjegjësinë e madhe, sepse do të mblidhte Kur'anin famëlart. Dhe atëherë Zeidi pra radiallahu anhu filloi në mbledhjen e Kur'anit, por se e mblodhi Kur'anin duke pas disa rregulla se si ta mblidhte Kur'anin. Jo pra çfarë të gjante ta mblidhte. Sepse dihet pra që ka pas një pjesë e Kur'anit e cila është çfuqizuar apo pezulluar dhe ajo si e tillë nuk mund të shkruhej në Kur'an, ndaj dhe një prej dietarëve kur e cilson mbledhjen e Kur'anit në kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu, thot se kjo mbledhje ka qenë origjinal, pra shembulli i kësaj mbledhje ka qenë origjinal si disa fletë të cilat kanë qenë të shpërndara në shtëpinë e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe erdhi Ebu Bekri, mori, palosi dhe i bëri ato një libër. E qartë? Pra këtu vret, pra se çfarë ka përmbajt kjo mbledhje e Kuranit në kohën e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe Zeidi radhiyallahu anhu ka përdor një metodologji në mbledhjen e Kuranit. E para ka qenë që çdo njeri i cili do të thoshte që këtë flet, pra që kam shkruajt, e kam nga profeti sallallahu alajhi wasallam, duhet të binte dy dëshmitar që ai e ka shkruar përpara profetit sallallahu alajhi wasallam dhe nuk e ka shkruar nga memorizia e tij, por se e ka shkruar nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Pra nuk e ka shkruar nga hifzi vet, por se e ka shkruar në sy, pra përpara profetit sallallahu alajhi wasallam, në mënyrë që të vërtetohet që vërtet këtu nuk ka asnjë gabim. Dhe të bjerë dy dëshmitar që e vërtetojnë, ose përndryshe nuk i pranohet. Pra, mbledhja në kohën e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu është bërë duke u mbështetur në shkrim dhe në hifdh, pra në memorizimin e Kuranit. Dhe kanë dhënë kushte shumë të rrepta në mënyrë që mos të ndodhi ndonjë problem në këtë mbledhje. Dhe këtu vrem të qartë, pra kur vijnë disa transmetime që thot Zeidi radhiyallahu anhu se nuk i gjeta dy suret e fundit të surës, dy ajetet e fundit të surës Tobe, veçse tek një sahabi që ishte Huzejme radhiyallahu anhu. Mund të thënë njëri, po mirë, ju thoni që Kuranin ka ardhur pra në transmetime nga shumë persona. Ja, dy ajete kuranore nuk i ka ditë veçse një person. Kuptimi këtu nuk është se nuk i ka ditë. Kuptimi këtu është shkrimi. Dhe ky sahabi ka qenë ai person ku profeti sallallahu alajhi wasallam dëshminë e tij e bëri të barabartë
me 2 persona. Pra duke ditë këtë formë e dim pra shumë qartë që kjo mbledhje ka përdorur metoda shumë të fuqishme në mënyrë që të ruhet nga në një problem që mund të ndodhin. Pra shkrimi dhe mësimi përmendsh kanë qenë kusht. Dhe shkrimi që është përmenda duhet ishte nga t'ishte shkruar përpara profetit sallallahu alaihi wasallam, pasi që e dini pra mjetet e shkrimit në atë kohë nuk kanë qenë të zhvilluara si sot, akoma më tepër tek arabët, ata shkruanin pra nëpër lëkura, nëpër kocka, nëpër gure e kështu me radhë. Por se megjithatë nuk u është pranuar që të mblidhet në Kur'an, në mushafin e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, vetëm duke qenë e shkruar. Pra kjo t'i jep atë vërtetësinë se si Kur'ani është transmetuar. Duke pasur më mira hafiza, por se përsëri ka pas nevojë që të jetë e shkruar nga sahabët radhiyallahu anhum. Dhe mbledhja e tretë, pra tema është e gjerë me thënë drejtën, por se dum që mos zgjeroni pasi dhe kohë nuk kemi. Mbledhja e tretë ka ndodhur në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu në vitin 25 të emigrimit. Pra mbledhja e dytë ka ndodhur në kohën e Abu Bekrit, ose mund të themi dhe mbledhja e parë, shkrimi pra, dhe e dyta ka ndodhur në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu në vitin 25. Pra, viti 12 në kohën e Abu Bekrit dhe viti 25 në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu. Mbledhja e dytë, pra që shpërmenda, ka ndodhur në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu. Pra theme dyta pasi është mbledh shkrimi, pra. Edhe pse shumë prej dietarëve e quajnë e treta, duke parë mbledhjen në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, mbledhjen në kohën e Abu Bekrit dhe mbledhjen në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu, e cila ka ndodhur në vitin 25 të emigrimit. Dhe arsyeja pse Uthmani radhiyallahu anhu e ka bërë këtë gjë, pra kur themi Uthmani nuk është qëllimi se ky ka qenë vendim vetëm nga Uthmani radhiyallahu anhu. Kanë rënë dakord gjithë sahabët që të bëhet kjo punë. Por se thuhet e ka marrë këtë vendim Uthmani radhiyallahu anhu sepse ai ka qenë i pari i shtetit. Pra ai ka qenë i cili e ka marrë këtë vendim me pëlqimin e gjithë sahabeve dhe këtë vetë Aliu radhiyallahu anhu e ka përmend që Uthmani radhiyallahu anhu kur e mblodhi Kur'anin e mblodhi me pëlqimin ton të gjithë neve, pra gjithë sahabët radhiyallahu anhum. Dhe tregohet në hadithin që transmeton Buhari se Hudhaifa radhiyallahu anhu ka qenë në betejë në Azerbajxhan dhe Armeni. Dhe aty ka vërejtur se njerëzit lexonin Kur'anin ndryshe dhe mohonin mënyrën se si e lexonte tjetri. Dhe ushtria ose ushtrit që kanë marrë pjesë në këto betejë kanë qenë nga Shami, pra nga Damasku dhe nga Kufja. Dhe këta kanë pas lexim ndryshe dhe në Kufja kanë pas lexim ndryshe. Kur janë bashkuar, secili lexonte me leximin që kishte mësuar. Dhe filloi një lloj grindje ose konflikti dhe mohimi i Kuranit, sepse i thosh si e lexon kështu, nuk është kështu, Kurani është kështu. Dhe kur e pa këtë gjë Hudhaifa radhiyallahu anhu, erdhi tek Uthmani dhe i tha: "O Uthman radhiyallahu anhu, nxito që populli ynë, pra muslimanët, mos të futen në diskutim dhe në konflikt në librin e Allahut, ashtu që ka ndodhur me krishterët dhe çifutët. Ndaj mblidhe Kur'anin." Gjithashtu tregohet se Uthmani radhiyallahu anhu kur ka qenë në Medinë, ka parë që fëmijët që mësonin Kur'an, disa prej tyre, pra i thoshin njëri tjetrit që jo, Kur'ani nuk lexohet kështu, po lexohet kështu. Pse? Sepse ata e kishin mësuar Kur'anin nga dietar, nga hoxhallar të ndryshëm. Dhe secili atë pra thoshte atë gjë që ai kishte dëgjuar, që kishte mësuar. Dhe kjo gjë e bëri Uthman radhiyallahu anhu të merakosej. Pra është një problem dhe një konflikt që mund të ndodhin
Për këtë arsye, mblodhi sahabët, diskutoi me ta dhe ranë në dakord që të mblidhet Kurani famëlart. Dhe pasi Uthmani radiallahu anhu vendosi ta bëj këtë gjë, mblodhi një komision, të cilët njihen Komisioni i mbledhjes së Kuranit në kohën e Uthmanit radiallahu anhu, i cili përbohej nga 4 veta dhe këta ishin Zeid ibn Thabit, pra i njëjti person i cili ishte në kohën e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, dhe Abdullah ibn Zubair, Said ibn al-As dhe Abdurrahman ibn al-Harith. Pra 4 persona, 3 ishin prej Kurejshve dhe Zeid ibn Thabit ishte prej Medinës. Kjo ishte puna e parë që bëri Uthmani. Pra, pasi mori vendimi që të mblidhet Kurani, u krijua komisioni. Dhe që të krijosh një komision në atë kohë, pra do të thotë që do të kesh shumë njerëz që janë të zotët, janë hafizat dhe duhet të zgjedhësh më të mirë. Pra nuk është si koha jonë e sotme. Dhe këta pra ishin në atë kohë, pra i zgjodhi Uthmani sepse ishin njerëzit më të përgatitur që mund ta bënin këtë punë apo këtë mision që u ngarkua atyre. Gjëja e dytë, Uthmani radiallahu anhu dërgoi tek Hafsa, pra goca e Umerit, e cila ishte dhe gruaja e Profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe mori kopjon që e kishte mbledh Ebu Bekri radiallahu anhu. Dhe i tha asaj, ta marrim sepse do ta shumëfishojmë dhe pastaj ta kthejmë prapë. Sepse kopja që u mblodh në kohën e Ebu Bekrit, e mbajti Ebu Bekri radiallahu anhu, kur vdiq Ebu Bekri kaloi tek Umeri, dhe kur vdiq Umeri radiallahu anhu, nga që kur vdiq Umeri nuk u përcaktoi i pari, dhe e mori atë Hafsa, ish gruaja e Profetit sallallahu alaihi wasallam në dynja dhe në ahiret, dhe goca e Umerit radiallahu anhu. Dhe kështu pra filluan ky komision ta mbledhin Kur'anin dhe ta shumëfishojnë atë, dhe e shumëfishuan në disa kopjo, thuhet në 5, në 7, disa kanë thënë edhe më tepër, dhe pasi e mblodhën Kur'anin, e dërguan çdo kopjo në qytetet kryesore, ose si më thënë në kryeqytetet e atyre vendeve. Pra një kopje lanë Medine, një e dërguan në Mekë, një e dërguan në Damask, një në Kufe, një në Basra, thuhet që e kanë dërguar një në Yemen dhe një në Bahrein, pra në zonën që sot në Arabinë Saudite, Demami dhe qytetet që janë në atë zonë. Dhe me çdo mushaf, pra pasi e shumëfishuan, dërguan një person i cili t'u mësonte njerëzve. Mirë, mund të thojnë në njëni pse e bëri Uthmani radiallahu anhu këtë gjë. Pra u tham arsyen pse ishte, por se ajo që e bëri këtë Uthmani ishte sepse sahabët dihet që u shpërndon, dhe secili u mësonte njerëzve Kur'anin ashtu që e dinte, pra në formën e leximit që e dinte. Dhe Uthmani radiallahu anhu deshi që mos të ketë këtu lexime të cilat janë të fuqizuar apo janë pezulluar. Dhe për këtë arsye pra dërgoi që në çdo vend të kishte një Kur'an ku njerëzit të ktheheshin dhe ta kishin atë si bazë, dhe dërgoi dhe personin i cili ishte përgjegjës për këtë, dhe urdhëroi Uthmani radiallahu anhu që të digjen të gjitha shkrimet e Kuranit që kanë qenë në dorë të sahabëve, sepse çështja përmenda kur zbriste Kurani, sahabët e shkruanin Kuranin dhe secili e shkruante për veten e vet. Dhe për këtë arsye gjën që në kopjet e këtyre nuk ka qenë Kurani i rënditur, sepse e shkruanin sipas kohës që zbriste. Dhe gjën që në të ka pas dhe komentimin e Kuranit, ndoshta gjën në të që dhe ka pas disa ajete kuranore të cilat janë çfuqizuar, por se nuk i kishin arritur atyre. Dhe për të mbyllur të gjithë këtë gjë, Uthmani radiallahu anhu i urdhëroi sahabët
që t'i djegin të gjitha shkrimet apo dorëshkrimet e Kuranit që i zotrojnë. Dhe sahabët radiallahu anhu e bën këtë gjë dhe i dogjën ato kopja apo ato nënshkrime që kishin dhe u mbështet pra apo u bë bazë shkrimet e Uthmanit, pra Kuranet që të dërgoi Uthmani radiallahu anhu. Dhe prej veçorive të këtij mbledhje apo të këtij shkrimi që ka ndodhur është sepse këtu nuk janë shkruar të gjitha ato ajete të cilat ishin të fuqizuar. E dyta ishte se këtu u mbështetën sahabët në ardhat e akhire, pra në uljen e fundit që ka bërë profeti sallallahu alajhi wasallam me Xhibrilin kur i ka lexuar Kur'anin komplet. Në mënyrë se kjo ka qenë ajo dalluese midis ajeteve që janë pezulluar dhe ajeteve që nuk janë pezulluar. Gjithashtu është shkruar Kur'ani në atë formë që të ruhen të gjitha leximet e sakta të Kur'anit. Pra kjo është për sa i përket mbledhjes së dytë të Uthmanit radhiyallahu anhu, i cili e ka bërë në vitin 25 dhe kjo ka qenë një nga punët më të mira që është bërë në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu, pasi u rujt Kurani nga çdo devijim që mund të ndodhin. Dhe kjo pra duke mbledh, duke pas Kuranin të qartë në një libër të vetëm. Kjo ishte pra përsa i përket mbledhjes së Kuranit famëlar. Normalisht që përmenda, tema është akoma më e gjerë, por se duke dashur shkurtimin, paqja dhe mëshira Allah që më të mirë profet me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. وقل رب زدني علما